që përgjigjja ndaj letrës së zotit Kurtit nuk ka pas të bëj se dojmë kryeministrin, nuk kemi hi atje heq. Përgjigjja është publike. E kuptoj. Arbër, unë e ti po debatojmë, për në fakt i kemi dëshikus që dojmë ja u kemi obligim e përgjithësimi ja u sqaru. Pra, përgjigja e LDK-s nuk ka të pas bëj ndaj vetëvendosjes ose letrës së zotit Kurtit, s'ka pas të bëj s'po vin takim se e du kryeministri. Po s'po vin takim sepse mënyra se si më ke trajtu këto 4 vite është e papranueshme për mu, prandaj edhe nuk të vin takim. Kështu po e kondenzoj me një fjali të shkurt. Mirë, po sa i përket mënyra se si më ke trajtu ti prej opozitës. Sa i përket me fjalor linçues dhe gratus të antarëve të ndryshëm të Lidhjes Demokratike, pra unë mendoj që në këto etape për çështje institucionale, vendi tonë duhet të kalojë këto. Për sa i përket për sa i përket që i keni 42% është shumë me sakt dhe ke dhe deklarat publike edhe të kryetarit LDK-s edhe gjithë neve. Kushtetuta, akt gjykimi, interpretimi gjykatës kushtetuese, juve u jep të drejtën dhe përgjegjësinë ekskluzive për të themelu edhe institucionin e kuvendit, pra për të emëru kryetarin e kuvendit dhe kryesin, e pas... Po më lejo, Arbër veç ta përfundoj. Po, vazhdo. Dhe për të vazhdu... Ju argju bateria, po më duhet. Dhe për të vazhdu për themelu dhe qeverin. Dhe ne, deshëm apo s'deshëm, për natyrisht që duke qenë partia që jemi, u anjohim këtë drejt kushtetuese e këtë obligim kushtetues që të vazhdonim me themelu edhe kuvendin, duke emëru kryetarin dhe kryesin, edhe qeverin e ashme. Pajtohemi deri këtu. Prandaj edhe sfidimi im sot ose pyetja ime publike sot ndaj jush, zoti Rexhaj, në Facebook ishte: i keni vetëm 52 numra, nuk i keni 61, i keni vetëm 52. Nuk mund ta emrosh kryetarin dhe kryesinë e kuvendit pa i pas 61 dhe s'mundesh me e bë qeverin pa i bë 61. Besoj që nuk e ke problem. Nuk i kemi 52 numra, Besian. Mos je deklarat publike. Do ta shkosh vetë. Sa i keni? Po. Po i kemi të numrat e mjaftueshme për me bërë qeverinë, në dinë Besiani këtë gjë. Po kalon e raportin Arbër. Arbër djej patët vetëm 52 vota për të kalu raportin, nuk gjendje faktike po e diskutoj. Çka kenë gjepun se di, Arbër? Nuk ishte organizuar, Arbër, çka ke... Arbër, çka ke marrëveshje, çka ke vota, nuk e di çka ke pas dje. Okej. Arbër, a keni ndonjë Besiani e di që unë ruhen prej deklaratave të cilat më pastaj mund nxjerrin jo serioze dhe para publikut. Po ta them Besian, ne kemi numrat. Mirë shumë. Kemi pra deputetët. Mirë shumë. Po ajo çfarë po them për te kësaj. Pra, lëvizja e ndosje ka për pesë publike Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ta krijojmë një qeveri e cila do të jetë edhe gjatësi më gjatë, stabilitet, ku mund ta zgjedhmë me presidentin. Pra keni refuzuar. Dhe sot e keni marrë një pozicion bllokues ku po lejoni as mua e betimin e deputetit duke u thirrë. E ka përcyer këtë çështje, vetëm bllokues ta ka bërë kryeministri dhe ministra. Arbër e fundit, a keni sidomos Lidhja Demokratike nuk mundot me thonë këtë çfarë. Arbër, a do të ketë vot për vetëvendosjen edhe nga subjekte tjera politike, a do ta kërkoni edhe nga deputet që vinë nga rallët e PDK-s, LDK-s, AK-s? A ka ndonjë deputet që do ju mbështes? Kushdo që mendon, ajo është e pamundshme sigurisht, po kushdo që bën. Ndoshta është edhe mundshme tash mbora të rregullimit të deputetëve sepse. Ndoshta mundet, ndoshta s'mundet. Mirë po, ajo çfarë po them është që